Ministria ruse e punëve të jashtme së një kumtesje tha se kriza politike në Maqedoni po përkeqësohet dhe se vendi po ndikohet nga faktorë të jashtëm. Në kumtesë thuhet se zgjedhjet e parakohshme parlamentare të shkaktuara në mënyrë artificiale që u mbajtën më 11 dhjetor të vitit 2016 nuk kontribuan për zgjedhje të situatës. Qëllimi është i qartë, perëndimi do që t'i largojë politikanët maqedonas ndaj të cilëve nuk ka simpati edhe përkundër vullnetit të shprehur e të lirë të qytetarëve të cilët në zgjedhje votuan koalicionin për një Maqedoni më të mirë në krye me Nikola Gruevski dhe për PD-in e Ali Ahmetit, theksohet në reagimin e MPJ të Rusisë. Këshilli ekzekutiv i Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve dhe Punonjësve në Media dhe përfaqësuesit e grupeve sindikale në redaksitë e gazetave ditore Dnevnik dhe Utrinski Vesnik sollën vendim për fillim të grevës. Për shkak se të gjithë tentativat e punonjësve për takim dhe për bisedime për pagesë të pagave për muajin dhjetor përfunduan pa sukses dhe tashmë punonjësit nuk kanë edhe sigurim shëndetësor, ata vendosen që zyrtarisht të fillojnë me procedurën për grevë, shkruan në lajmërimin nga sindikata. Presidenti i SBA-s Donald Trump ja ka ndërprer linjën telefonike kryeministrit të Australisë Malcolm Turnbull dhe tha se deri më sot kjo ka qenë biseda më e keqe telefonike që ka bërë me ndonjë nga liderët botror. Ata kanë biseduar për rishqyrtim të marrëveshjes ekzistuese mes SBA-s dhe Australisë për vendosje të 1250 azilkërkuesve nga Iraku, Afganistani dhe Irani, të cilët Australia i vendos në destinacione offshore që pastaj t'i përcjell në Amerikë.